Ideja për korrigjimin e kufive në Ballkan mori formë konkrete në vitin 2018, kur u diskutua hapur si mundësi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë. Korrigjimi i kufive eviton definitivisht ndarjen e Kosovës. Që nga ajo kohë debati u ftoh, por nuk u zhduk, sidomos mes kërkesave për ndarje në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ovaj narod nikad nije dozvolio da živi porobljen. Ideja kishte kundërshtar dhe mbështetës deri në Washington. Sot, sinjali që vjen prej atje është se stabiliteti në Ballkan nuk mund të arrihet me harta të reja, por garanci nuk ka. Trump is very keen in being seen. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Një projekt ligj i ri në Kongresin Amerikan që synon të ndalojë ndryshimet territoriale në Ballkan duket si sinjal i qartë se Washingtoni nuk dëshiron të rikthehet në debatet e 2018-s. Por në një kohë kur administrata amerikane kërkon marrëveshje të shpejta në shumë fronte, lind pyetja nëse ky pozicion do të mbetet po aq i rëndësishëm sa mesazhi që përcjell. Projekt ligji Akti për demokracinë dhe prosperitetin e Ballkanit Perëndimor, i sponsorizuar nga përfaqësuesi demokrat William Keating, i është referuar Komitetit për Punë të Jashtme. Me plot 12 nene, ai mes tjerash përcakton se është politik e qeverisë Shteteve të Bashkuara që të mos ndjek asnjë politik që mbështet shkëmbimin e territoreve, ndarjen ose forma të tjera të rivizatimit të kufive përgjatë vijave etnike në Ballkanin Perëndimor si mjet për të zgjidhur mosmarrëveshjet mes shteteve të rajonit. Që prej viteve të para pas luftës në Kosovë, debatet për ndryshimin apo korrigjimin e kufive kanë kaluar në cikle. Herë të nxehta, herë të ftohta, por nuk janë zhdukur kurrë nga skena politike e rajonit. Në janar të vitit 2003, kryeministri i atëhershëm i Serbisë Zoran Đinđić deklaroi për Der Spiegel se nëse shqiptarët e Kosovës vazhdojnë të ngulin për pavarësi, Beogradi do të kërkojë një konferencë të re të Daytonit për të përcaktuar kufijtë e ri në Ballkan. Ky qëndrim atë kohë e irritoi Brukselin, i cili tha se koha kur kufijtë në Ballkan vendoseshin në konferenca ka ikur, por ngjalli shpresa në Prishtinë. Ne do t'i vlerësoni modifikimet dhe nëse kjo deklarate nga Xhinxhiçi është e sinqertë, ky është një hap pozitiv përpara. Pas shpalljes së pavarësisë, debati më i madh për kufijtë u ndez në vitin 2018, kur presidentët e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, për herë të parë thanë hapur se ndryshimi i kufive mund të ishte opsioni më realist për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ndonjë propozim zyrtar nuk u bë publik, por në terma të përgjithshëm, ideja parashihte që Serbia të merrte kontrollin mbi zonën me shumicë serbe në veri të lumit Ibër në Kosovë. Në këmbim, Lugina Preshevës në jug të Serbisë, e banuar kryesisht me shqiptar, do t'i bashkohej Kosovës. Vlerësoj se ka ardhur momenti definitivisht që në mes shtetit Kosovë dhe Serbisë të ndodhë korrigjimi i kufive që ndikon rreth 400 kilometra. Ideja u prit me reagime të forta, si pro, ashtu edhe kundër, në Kosovë, Serbi, Evropë e më gjerë, ndërsa administrata e atëhershme Trump duke e hapur ndaj saj. Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara është se nëse dy palët mund ta zgjidhin çështjen mes tyre dhe arrin marrëveshje, ne nuk e përjashtojmë mundësinë e rregullimeve territoriale. Kjo nuk është diçka që na takon neve ta përcaktojmë. Radio Evropa e Lirë pyeti Departamentin Amerikan të Shtetit përmes e-mailit se cili është qëndrimi aktual i administratës amerikane në lidhje me kufijtë dhe ndryshimet territoriale në Ballkan, por nuk mori përgjigje. Pyetjes së njëjtë nuk ju përgjigj as ambasada amerikane në Prishtinë. Muajt e fundit, presidenti amerikan Donald Trump e ka përmendur disa herë Kosovën, por gjithmonë në kontekstin e rolit të tij si ndërmjetës që ka parandaluar ose ndaluar konfliktet, përfshirë edhe atë mes Kosovës dhe Serbisë. Në një postim në Truth Social më 15 qershor, ai ka shkruar se gjatë mandatit tim të parë, Serbia dhe Kosova po luftonin ashpër siç kishin bërë për dekada të tëra dhe ky konflikt i gjatë kërcënonte të përshkallëzohej në luftë. Unë ndalova atë, ka shkruar Trump.
Në një letër dërguar presidentës së Kosovës Vjosa Osmani në shkurt, Trump shkruante se lidhjet midis popujve tanë janë të forta dhe se pret me padurim që t'i zjerojë ato, veçanërisht përmes rritjes së mundësive për investime. Arsyeja përse projekt ligji që përfshin edhe çështjen e kufive në Ballkan është paraqitur tani mbetet e paqartë. Sipas vëzhguesve, ai duket të jetë nismë individuale e përfaqësuesit demokrat William Keating, ndoshta si reagim ndaj shqetësimeve të votuesve të tij në Massachusetts dhe jo pasojë e ndonjë zhvillimi të ri në rajon. Me që nuk ka bashk sponsorizues, Charles Kupchan nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në Washington nuk pret që ai të ndikojë në politikën amerikane ndaj Ballkanit. I don't think this bill is going. Nuk mendoj se ky projekt ligj do të bëhet ligj, edhe sikur të miratojë nga të dyja dhomat e Kongresit, supozoj se Trump do t'i vinte veto. Trump, sipas të gjitha gjasave, do ta injoronte atë, sepse kur bëhet fjalë për politikën e jashtme, si dhe për shumë çështje të brendshme, ai është duke zgjeruar gjithnjë më shumë autoritetin ekzekutiv dhe duke injoruar Kongresin. Executive authority and ignoring Congress. Kupchan thotë se qasja e Trumpit është pragmatike, e përqendruar në mundësinë për sukses diplomatik, më shumë se sa në kundërshtimin apo mbështetjen e idesë në parim. I don't think that the Trump Nuk mendoj se administrata e Trumpit ka ndjenja të forta për njërin apo tjetrën anë të këtij debati. Mendoj se Trump është shumë i etur të shihet si paçebërës, si negociator, si njeri që arrin marrëveshje. Prandaj, nëse Prishtina dhe Beogradi do t'i drejtoheshin atij, duke thënë se janë të interesuar për shkëmbim territorësh dhe se mendojnë se mund t'i normalizojnë marrëdhëniet, mendoj se administrata e tij do t'u thoshte shumë mirë, vazhdoni. administration would say, "Great, be my guest." Një mendim ndryshe ndan profesori i studimeve evropiane në Universitetin Johns Hopkins, David Cannin. Sipas tij, ky projekt ligj nuk prezanton ndonjë politikë të re apo ndryshim thelbësor. Ai thjesht rithekson qëndrimet e hershme të SBA-s në lidhje me Ballkanin. Cannin nuk beson se pikpamjet e Boltonit në vitin 2018 janë më të rëndësishme për të kuptuar politikën aktuale të SBA-s ndaj Ballkanit. John Bolton nuk ka pasur ndikim të veçantë në asgjë për një kohë të gjatë dhe është nën akuza penale. Trump e ndjek atë. Asnjë deklaratë e tij nuk duhet të konsideruar si politikë SBA-s. Është lehtë të gjendet ndonjë deklaratë më hershme që përputhet ose nuk përputhet me atë që thuhet në projekt ligj, por në fakt kjo nuk ka rëndësi tani. I don't really think that matters right now. Cannin mendon se ideja e ndryshimit të kufive në rajon mund të jetë shumë e rrezikshme, siç është parë edhe gjatë debatit për shkëmbimin e territoreve më 2018, që ka shkaktuar protesta të mëdha dhe shqetësim në Perëndim. Ai thotë se propozimet e tilla shpesh krijojnë paqëndrueshmëri dhe polemik, por vren se aktualisht nuk ka ndonjë nismë serioze për të ndryshuar kufit. Border changes are mentioned. Ndryshimet e kufive përmenden her pas here nga dikush diku, por sinqerisht tani për tani nuk ka asnjë lëvizje serioze në këtë drejtim. Përpjekja e vetme serioze do të ishte nëse kroatët do të insistonin për krijimin e një entiteti të tretë në Bosnjë-Hercegovinë në mënyrë shumë të fuqishme se sa po e bëjnë aktualisht. In a much stronger way than they're doing now. Ish udhëheqësi i Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë, Milorad Dodik, njihet prej vitesh për retorikën e tij secesioniste. Ai ka qenë nën sanksione të SBA-s, pjesërisht për shkak të çndrimeve dhe vendimeve që shkelin paqen deri në fund të tetorit. Departamenti Amerikan i Shtetit shpjegoi për Radion Evropa e Lirë se veprimet e Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpska, e cila ka anuluar një sër ligjesh jo kushtetuese, ka ndikuar në vendimin për heqjen e sanksioneve ndaj Dodikut dhe disa bashkëpunëtorëve të tij politik dhe biznesor. Në Kosovë, udhëheqësit aktual janë kundër çdo ideje për korrigjimin e kufive. Nga presidenca theksojnë për Radion Evropa e Lirë se e para e shtetit Vjosa Osmani në të gjitha takimet me administratën amerikane ka marrë rikonfirmim të fuqishëm për sovranitetin e Kosovës. Presidenti Osmani e mirëpret çdo nismë të SBA-s që synon të ruajë paqen, stabilitetin dhe rendin ndërkombëtar të bazuar në parime të qarta të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Propozimi për ndalimin e mbështetjes ndaj çdo përpjekjeje për ndryshim kufish në Ballkan është në përputhje të plotë me qëndrimet e Republikës së Kosovës dhe me parimet që kanë udhëhequr miqësinë tonë të qëndrueshme me SBA-n.
Kapçën thekson se administrata amerikane, angazhuar kryesisht në kriza globale si Ukraina dhe lindja e mesme, ka pasur një përfshirje të kufizuar në Ballkan përveç çështjeve si heqja e sanksioneve ndaj Dodikut. Ai vlerëson në rëndësinë që Kosova të mbajë një qëndrim të ngjashëm me SHBA-n dhe shpreh rezervë ndaj ndryshimeve të kufive, duke paralajmëruar për rreziqe ndaj multietnicitetit. Megjithatë, Kapçën mendon se çdo ide e tillë mes Prishtinës dhe Beogradit duhet shqyrtuar seriozisht vetëm nëse të dyja palët e mbështesin dhe nëse ajo mund të çojë në një zgjidhje të qëndrueshme dhe normalizim të marrëdhënieve. Trump e ka në fokus Kosovën dhe Serbinë. Ai e ka përmendur këtë çështje her pas here dhe ja atribuon vetes meritat për avancimin e marrëveshjes që është arritur gjatë mandatit të tij të parë për përmirësimin e marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk më duket e pamundur që ai të kthehet sërish te ky konflikt dhe të thotë, mendoj se mund të arrijmë një fitore këtu. I think I can get a win here. Dhe për këtë fitore, secili ka mundësinë të tregojë seriozitetin e vet, por jo tani. Kosova dhe Serbia po përballen me një nivel të lartë të jo stabilitetit të brendshëm politik dhe përpasoj, asnjëra nuk është në gjendje të përqendrohet në dialogun diplomatik dhe perspektivat për normalizim. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të Ekspozes. Për të rejat e fundit, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten e ardhshme, mirëmbëjtje.